Hajdeni pak me mua se sonte ka ndodhur diçka që nuk e prisje kurrë. Jemi në Tiranë dhe po, Bryan Adams është këtu. Po flas për atë Bryan Adams që i kemi kënduar gjithë jetën. Përpara pallatit të kongreseve është një radhë e gjatë. Njerëzit mezi po presin që të futen. Është si një festë përpara koncertit, me buzëqeshje, njerëz të qetë me celular në dorë, që nuk duan të humbin asgjë. E gjithë atmosfera është aq e mirë sa të duket sikur jemi në një qytet tjetër. Pallati i kongreseve shkëlqen. Gjithçka është në kontroll, sigurimi, biletat, hyrja e çdo gjë në rregull. Unë po filmoj disa gjëra, por më duhet ju them që brenda nuk mund t'i postoj pamjet në YouTube, sepse ka të drejta autori për muzikën dhe zërin e tij. Ky nuk është thjesht një koncert, është një moment që shumë prej nesh do ta mbajnë mend gjatë. Dhe më e bukura, ai zgjodhi pikërisht Shqipërinë. Po, Shqipërinë tonë të vogël, dhe kjo do të thotë shumë. Shko te timoni.